Fakt nuk ka pas fare nevojë as për tym bardh, as për tym zi, sepse nëse dhe nuk do të kishe pasur nevojë as për një lloj negociate kaq gjatë, nëse nga ana e kolegëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike nuk do të kishe pasur një bindje që në fundit gjithë ai konsensusi arritur për ligjin, duhet kishte lejtur edhe për përkthimin e ligjit në një vendim dhe më pas në shtojcat që bashkëshoqërojnë atë. Megjithatë, unë jam besim plot që me dëshirën tonë shumë të madhe që në gjithë të proces të ruajmë atë konsensus të arritur edhe për ligjin, besoj se kemi arritur në një draft dhe unë mendoj që nuk do të ketë më nevojë për negociata të tjera, por nesër në kuvend të kemi zbardhur të gjithë dokumentacionin, pra keni parasysh që bëhet fjalë për një vendim të kuvendit dhe më pas edhe për formularin e vetë deklarimit. Kështu që këto çështje ti mbyllim me njëherë nesër dhe gjithë kjo tymnaj që gjoja pret tym të bardh të mbyllet nesër. Se nuk i vazhduat ju negociatën? S'kam negociatë, për çfarë negocioj? Kemi rënë dakord për gjitha, sigurisht kërkohet ende një reflektim ose le të themi mendim mbi ato që është dakordsuar nga ana e kolegëve të Partisë Demokratike dhe kaq. Tani edhe diçka që është shumë e rëndësishme. Ka pasur një keq interpretim dhe keq informacion jo nga zoti Bylykbashi, po nga folës tjerë të Shqupit për çështje për çështje të negociatave, nuk është e vërtetë. Sot, domethënë, që kërkojmë përmbyllim neve, miratimi i aktit, i cili ende ka nevojë për punë, siç e thash më herët, duhet mos kishte asnjë lloj diskutimi dhe mos kishte nevojë për asnjë lloj presioni, për shkak sepse konsensusi u arrit me datë 17 dhjetor vitit që shkoi. E predoj, ne do të ishim vetëm përpara nevojës për detajuar atë marrëveshje. Me sa duket ishte gjithë kjo javë fundit, apo gati 10 ditë që nga momenti kur ne kemi bërë propozimin, ende nuk pati vullnet nga ana e mazhorancës për të arritur në një zgjidhje. Megjithatë, për shkak të presionit të opozitës, për shkak të gjithë rrethanave, jemi në një situatë ku jemi drejt fund, janë pranuar një seri çështje të rëndësishme, ka ende pak çështje gjithashtu që janë me rëndësi, të cilët po punohet për t'i zgjidhur. Nesër ka përsëri mbledhjen të Këshillit të Rregullues të Mandateve dhe me vullnet to ka përcen për t'i dhënë zgjidhje finale të plot, zgjidhje finale dhe të plot po themi akteve të cilët do të bëjnë efikas ligjin për dekriminalizimin. Ato me sigurisht që ne do të kishim një problem, po unë duhet shpreh, po themi, shpresën që vullneti do të jetë mjaftueshëm që deri nesër ne të kemi arritur zgjidhjen për këtë çështje. Janë çështje që kanë të bëjnë me mekanizmat me të cilët funksionon procesi i verifikimit dhe i vlerësimit të asaj që konstatohen si probleme. Kështu që unë pres nesër të kemi një përmbyllje të këtij procesi. Sigurisht që mbeten të hapura probleme të tjera si ai i largimit me ligj të deputetëve, jo vetë pezullim, po pezullim me ligj të deputetëve të cilët plagosin apo vrasin dhe arrestohen flagrancë, si rasti që kemi, që të gjithë e dimë, rasti i deputetit Prenga, dhe që më pas rikthehen për të ushtruar funksione publike që kërkojnë besim publik. Por gjithsesi kjo është një çështje që besoj opozita do shprehet nesër në lidhje me këtë çështje. Ky është një kusht shumë i rëndësishëm që kemi përcaktuar neve. E kemi thënë më parë nuk shtoj asnjë gjë, kështu që nuk kam shtoj në lidhje me këtë çështje. Po është një çështje, drafti është në parlament lidhje me, e keni fjalën në lidhje me aktin ligjore. Sigurisht nesër neve duhet diskutojmë pikërisht aktet sepse jemi në fundin e afatit. Faleminderit.